Fjala sot. Dëshmi. Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë seri programesh nga pastorët Paul dhe Doug Schroeder nga shërbesa Fjala Sot. Dhe fjala për sot është dëshmi. Të jesh dëshmitar i ngjarjeve të bukura është diçka e mrekullueshme. Të shumt janë njerëzit që përjetojnë diçka të tillë. Ata tregojnë me pasion për ngjarjet e bukura të jetës së tyre, si lindja e një fëmie, ceremonia e martesës e tjerë. Por është diçka krejt tjetër të përjetosh gjëra që mund të jenë të trishtueshme e të vështira, e përsëri ti tregosh ato me të njëjtin pasion si gjërat e bukura. Dhe kjo mund të ndodhë vetëm nëse ju keni Zotin në jetën tuaj. Ai dhe vetëm ai mund t'i kthejë periudhat e vështira të jetës sonë në dëshmi të mahnitshme. Ndiqni bisedën e sotme me Craig Hutchins për të mësuar se si të mbështeteni dhe të varreni tek Perëndia sa herë që përjetoni ulje ngritjet e jetës. Mos e humbisni këtë dëshmi të fuqishme të dorës vepruese të Perëndisë. Edhe kur ne mendojmë se ai nuk është pranë nesh, apo se ne mund t'i marrim vetë vendimet për jetën tonë pa patur nevojë për të. Unë kam 26 vjet, ose ndoshta pak më shumë që përcjell tek dëgjuesit këto mesazhe. Dhe një ditë po mendoja me vete se nuk kam patur një të ftuar në studio prej shumë kohësh, ndoshta prej 15 vitesh. Por sot kam një privilegj të veçantë të kem në studio mikun tim që do ta prezantoj pas pak. Tani thjesht dua të them se për çfarë do të flasim sot. Në kohët e sotme, rrallë gjen njerëz që të kenë punuar vetëm për një kompani për 30, 40 apo 50 vite derisa dalin në pension. Madje, shumë të rinj ndoshta mendojnë se do të ushtrojnë 2 apo 3 profesione të ndryshme gjatë gjithë jetës së tyre. Kultura jonë po ndryshon në këtë drejtim dhe jam i sigurt se kemi shumë njerëz që po e dëgjojnë këtë program edhe në vendet e tjera të botës. Ndonjëherë ndihen si të humbur dhe mendojnë: "Po tani, çfarë do të bëj?" Këto janë periudha të rëndësishme kur ne duhet të besojmë se Perëndia është ende në kontroll dhe nëse ju besoni në të, ai do të jetë me ju për të kapërcyer gjithçka. Tani, miku im është një njeri kalibri të lartë. Ai ka qenë drejtori i përgjithshëm në një kompani dhe me të vërtet ka shumë njohuri për menaxhimin e burimeve njerëzore, menaxhimin e parave dhe shumë gjërave të tjera. Mirpo, në jetën e tij erdhi një moment kur duhet të bëheshin disa ndryshime. Dhe në këtë periudhë tranzicioni, ndoshta edhe në disa momente të tjera të jetës së tij, ka ndodhur që ai ka pyetur veten: "Ç'do të ndodh tani me mua?" Ai ka kaluar gjëra shumë të rënditse, por nuk dua të flas unë për të sepse dua që ai t'ju tregoj vetë. Ju prezantoj me Craig Hutchins. Craig, unë dua që sot ti të ndash me ne disa gjëra që Perëndia të ka mësuar në këto 3 muaj të fundit. Craigu e ka treguar këtë dëshmi në kishën e tij dhe ka bërë një punë të mrekullueshme. Prandaj mendova, do ta ftoj në programin tim që të ndaj atë edhe me dëgjuesit. Craig, ndoshta mund të ndash me ne diçka në lidhje me kohën e duhur. A ke menduar ndonjëherë për këtë? Sigurisht që po. Ne kemi tendencën të besojmë tek të gjitha gjërat e gabuara, për shembull, tek vetja jon, apo aftësitë tona, gjëra që kemi arritur, ndonjëherë edhe tek njerëzit e tjerë që në mënyrë të pashmangshme na zhgënjejnë e na braktisin diku përgjatë rrugës, apo e vëmë besimin ton tek paratë që të gjithë e dim se i përkasin Perëndisë dhe ai na i ka dhënë për t'i përdorur ato. Po të shihni një monedhë apo një dollar, aty shkruhet: "Tek Perëndia besojmë." Kjo është një kujtesë e mirë, sa herë që fusim dorën në xhep, sepse pikërisht tek ai duhet ta vëmë besimin ton. Por jo gjithmonë e bëjmë. Sigurisht që nuk e bëjmë gjithmonë dhe her pas here, Zoti ka një mënyrë për të tërhequr vëmendjen tonë. E ka bërë edhe me mua. Ai ka zgjedhur ta bëj këtë më shumë se një herë gjatë karrierës time. Dhe kjo ka ndodhur, ndoshta, nga që unë kam tendencën të mendoj se jam shumë i aftë, siç mendojnë shumë njerëz, dhe ndihemi vetë mjaftueshëm her pas here. Mirpo Zoti dëshiron që ne të mbështetemi dhe të varemi prej tij. Ndaj, ai gjen mënyrën që të na e kujtojë këtë gjë. Ti përmende kohën e duhur. Unë kam qenë në një situatë ku kompania për cilën unë punoja kishte pritshmëri të larta në një periudhë të rënjes ekonomike. Kjo po ndodhte miliona njerëzve. Dhe ata ishin, ndoshta disa ende janë, duke kaluar një periudhë të vështirë ekonomike.
Unë isha njëri prej tyre dhe gjërat u bën shumë të vështira. Nuk kishte rëndësi se sa të larta ishin shifrat e mëparshme apo rekordi i rritjes. Dhe unë e di se ti ishe një njeri që vije rekorde. Po, unë isha rekordmen në shifra, por ash në një grop. Nëse në një sport lojtarët humbasin, kompania nuk mund ta pushojë gjithë skuadrën. Ajo pushon vetëm menaxherin dhe merr një menaxher të ri. Kështu, unë po testohesha dhe ndjeva sikur Perëndia, ndoshta, po më thoshte se ishte koha që unë të lëvizja prej andej, që ishte një mesazh që unë në të vërtetë nuk doja të dëgjoja, sepse nuk doja të lija punën në kohën e një sfide të madhe. Por fillova të lutesha për këtë dhe thash: Zot, nëse është koha që unë të largohem, më dërgoj një shenjë. Dhe menjëherë, po them menjëherë. E dini, ndonjëherë ne shqetësohemi se Perëndia është shumë i ngadalt. Madje në shumicën e rasteve ndihemi kështu. Ndonjëherë përgjigjja e tij është shumë e shpejtë dhe ne nuk kemi besimin për ta pranuar atë gjë. Dhe pikërisht kjo gjë ndodhi me mua në këtë situatë të veçantë kur unë po flisja me një nga supervizorët. Shkoi aq keq saqë kur unë bëra këtë lutje, mora përgjigjen: është koha të largohesh. Dhe menjëherë më ra telefoni dhe ishte dikush që më ofroi një punë tjetër diku. Ai ishte një person që unë e njihja, i besoja dhe nuk e kisha problem të punoja për të, por nuk isha i sigurt se kjo ishte nga Perëndia. Po mbahesha fort pas gjithë shqetësimeve të mia dhe nuk doja të largohesha nga shtëpia ime apo ta detyroja gruan time të largohej nga të afërmit e saj. Kështu, unë vendosa të bësha i fortë. Mirë, 6 muaj më vonë, pati një përfundim shumë të keq. Dhe më kujtohet që ti, si pastori im, më dhe një këshill në atë kohë dhe më the se Perëndia mund ta bekojë edhe një vendim gabuar nëse ne përpiqemi të kërkojmë vullnetin e tij. Pikërisht kjo ndodhi. Tani, 6 muaj më vonë, unë humba punën dhe kalova shumë gjëra të vështira. Dhe kjo duhet ke qenë shumë tronditse. Po, ashtu ishte. Unë mendoj se është një nga gjërat më të këqija që mund t'i ndodhin dikujt, sepse vërtet prek vetvlerësimin dhe shkon deri në thelb të qenies tënde. Ju jepni shumë nga vetja juaj në punën që bëni, dhe e dini shumë mirë se është ajo që dëshironi të bëni. Së pari, unë doja disa kohë pushim, për shkak të stresit, por nuk e dija se çfarë doja të bëja. Kjo ishte ajo që unë kisha bërë prej 40 vjetësh, ishte jeta ime, por nuk kisha asnjë pritshmëri. Unë po përpiqesha të isha i hapur dhe po i lutesha Perëndis të mbyllte të gjitha dyert e gabuara dhe të hapte derën e duhur. Ti ndoshta morë një shumë parash për shkak të largimit nga puna, por ato do të mbaronin një ditë, apo jo? Absolutisht. Minutat ecin dhe ju e dini këtë. Gruaja ime vazhdon të lutej: Zot, plotësoje dëshirën e zemrës së tij. Unë i dëgjoja ndërsa ajo lutej dhe i shtova lutjes së saj. Dhe Zot, ti e di atë dëshirë më mirë se unë. Kështu koha e duhur është një problem. Përgjatë rrugës, këtu hyn edhe të dhënët dhe dhënia është diçka që Perëndia na thot ta vëm atë në provë. Është e vetmja gjë për të cilën Perëndia na thot ta vëm atë në provë. Dhe e dini, kur jeni në shtrëngim financiar, nuk është koha që të mos jepni më, sepse kështu ju do ta pengoni aftësinë e Perëndis për t'ju bekuar sipas premtimeve të tij. Kjo është një dëshmi e fortë e besimit tënd, Craig. Në fakt, unë jam mahnitur që për 2-3 muaj, sa kohë isha pa punë, oferta jote ishte e vazhdueshme. Unë kam menduar me vete: wow, kjo është shenja një shërbëtori dhe administratori besnik. Sepse për shumë njerëz, kjo mund të ishte një kohë kur ata mund të thoshin: puna ime është e pasigurt dhe nuk e di se si do të jetë pas 6 muajsh. Çfarë do të bëj? Dhe ata mund të kishin zgjedhur të mos jepnin ofertë. Por ti nuk e bëre këtë. E di, gjatë gjithë periudhave kur unë kam vënë në dyshim veten time, Zoti më ka folur përmes psalmeve. Dhe më kujtohet që një natë lexova: ja, syri i Zotit është mbi ata që kanë frikë para tij, mbi ata që shpresojnë në mirësinë e tij, për ta çliruar shpirtin e tyre nga vdekja dhe për t'i mbajtur të gjallë në kohë urie. Ne varemi vetëm nga Zoti dhe mbështetemi tek ai për të na shpëtuar. Vetëm ai mund të na ndihmojë dhe të na mbrojë si një mburoj. E di që kjo është nga psalmet. E di që një nga psalmet e tua të preferuara është Psalmi 50. Cili varg? Psalmi 50. Vargu 15.
Mund t'ju them se ai më ka shoqëruar në muajt e kësaj sprove. Ai është shumë i thellë. Vargu 15 i Psalmit 50 thotë: "Kërkom ditën e fatkeqësisë, unë do të të çliroj dhe ti do të më lëvdosh." A nuk është i bukur? Duhet të mos shkëputemi nga çështja e të dhënit për 1 minutë, sepse është një ilustrim i thellë i besimit tënd. Unë e di se në momentin e fundit ti kishe humbur pjesën më të madhe të kursimeve të tua dhe ti nuk je më një djalë i ri. Por ti dhe një shumë bujare që ishte shifër me mira. Mua më kujtohet që të morën telefon dhe thash: "Craig, nuk mund ta bësh këtë në situatën që je. Perëndia nuk pret këtë nga ty." Dhe më kujtohet përgjigja jote: "Besoj se Perëndia dëshiron që unë t'i besoj atij dhe vetëm atij. Asgjë tjetër." Absolutisht. Disa kursime që ne kishim për kohën e pensionit humbën në stoqe, në industri të caktuara. Dhe industria ime ishte një prej tyre. Çmimi ul shumë dhe ne përfunduam me shumë më pak para nga sa kishim pritur. Por jemi lutur shumë kohë për këtë. Zoti e dinte situatën dhe ai zgjodhi të na jepte atë pjesë që mbeti nga humbja. Ishte mjaftueshëm për të kujdesur për disa nevoja urgjente financiare dhe na ndihmoi. Dhe unë lavdrova Perëndin për këtë. Që mund të na thuash për kohën e duhur, kur bëhet fjalë për strehimin? E di se të kanë ndodhur disa gjëra të mrekullueshme. Po, është e mrekullueshme. Ne shitëm shtëpinë brenda 24 orëve. Pra, shumë shpejt dhe me një çmim më të lartë nga sa e kishim nxjerrë në treg, gjë që pothuaj nuk ndodh kurrë. Dhe pastaj duhet të shihnim për një shtëpi tjetër para se unë të merrja konfirmimin për një punë të re në vendin ku menduam se do të shpërnguleshim. Zoti e ktheu gjithçka për mirë në mënyrë të mrekullueshme. Të doja të kisha kohë të tregoja për këtë. Por ndodhi pikërisht në kohën e duhur, apo jo? Pikërisht në kohën e duhur, brenda një dite, duke qenë se ne zgjodhëm t'i besonim atij dhe jo vetes son, ai u tregua besnik. Lavdi Perëndis. Craig, faleminderit që ishe me ne dhe ndave dëshminë tënde për mirësinë e Perëndis dhe se si ne duhet t'i besojmë atij, sepse ai është gjithmonë me ne. Kjo është një dëshmi e mrekullueshme. Perëndia të bekoft në punën tënde të re. Në fjalën e tij, në Bibël, Perëndia premton se do t'i kthejë për mirë të gjitha gjërat e vështira të jetës suaj për lavdinë e tij. Kur ne kemi një marrëdhënie të ngushtë me Perëndin përmes Jezus Krishtit, ai premton se do të na mbajë me dorën e tij të djathtë dhe se nuk do të na lërë e nuk do të na braktisë kurrë. A nuk janë këto premtime të mrekullueshme? Ne kemi të lehtë besojmë premtimet e njerëzve edhe pse e dimë se ata do të na zhgënjejnë. Por sot, besojuni premtimeve të Perëndis dhe zgjidhni ta vini atë në provë e të shijoni gjërat e mrekullueshme që ai do të bëjë në jetën tuaj. Nëse keni pyetje apo doni të mësoni më shumë për Jezusin, na shkruani në adresën tonë postare TWR Albania, kutia postare 130 Tiranë, ose në email twralbania@gmail.com. Faleminderit që na ndoqët dhe paqen dhe bekimet e Perëndisë.